Një përshëndetje shumë të përzemërt, ju, të dashur demokrat, opozitare dhe opozitar, që jeni sot këtu të pranishëm në këtë foltore, një përshëndetje të përzemërt, të gjithë opozitarve kudo që janë, të gjithë shqiptarve të cilët me zemër dhe me shpirt denojnë pa rezerva këtë qeveri e cila do të shkruhet në muret e kohrave si qeveria me anti-shqiptare, me hajdute që ka njohur ndonjëherë kombi shqiptar. Unë ju sjell këtu ju përshëndetje të përzemërta nga udhëheqja e internacionales së Qendrës Demokrate, përfaqësues të 115 partive të Qendrës djathtë në të 4 kontinentet. Vi sot nga Brazili, nga São Paulo, për të garantuar ju se kemi miq më shumë se kurrë, se ju, demokrat, opozitar dhe opozitar shqiptar, në betejën me të keqen që përballemi, nuk jemi vetëm, por jemi me mbështetje të madhe dhe të fuqishme nga njerëzit e lirë, nga njerëzit që duan lirinë dhe të vërtetën në mbar botën. Me këtë rast, unë dua shpreh mirënjohjen më të thellë të gjithëve ju këtu. Ai nderim që më bëri Internacionalja Demokrate e Qendrës, duke më zgjedhur në detyrën në postën e lartë të zëvendës presidentit të saj. Është nderim për sakrificat tuaja, është nderim për qëndresën tuaj, është nderim për guximin tuaj, është nderim për mbrojtjen që u keni bërë vlerave të lirisë, të demokracisë në Shqipëri, të familjes, vlerat përbashkëta për mbar njerëz të lirë në botë. Miq, 3 ditë në punimet e Asamblesë Përgjithshme mund të them se çështjet më kryesore në ato punime ishin natyrisht Ukraina e para, dhe ju mbështet dhe ju shpreh solidariteti plot kombit Ukrainas në betejën e tij për dinjitet dhe suverenitet kombëtar. U dënua me forcën më të madhe agresioni rus, pushtimi i Ukrainës, krimet e shëmtuara të njerëzimit. Në agjendën e punimeve ishte Venezuela e Maduros, në të cilën diktatori i Venezuelës, një lloj si Maduro i Tiranës, vidhte çdo zgjedhje, pavarësisht se smirte votat. Por në agjendën e punimeve të Asamblesë Përgjithshme të CDI, një vend qendror zinte edhe Shqipëria, narkodiktatura e Edi Ramës, të cilën e denoncuan dhe e dënuan, duke filluar nga presidenti i CDI Pastrano, sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane dhe një seri oratorësh të tjerë. Droga e Edi Ramës ka marrë dhënë. Edi Rama
Edi Rama krahasohet sot me narkodiktatorët më të rryer të planetit. Miqtë e mi, këto mesazhe janë një thirrje, janë një inkurajim i madh për ne. Të vazhdojmë këtë betejë me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqitë tona. Sonte para nesh folen disa të ri dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe atij ja uroi 120 vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar u rikujtoi se historia, se koha thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, këto ditë Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro, minimumi, e vërteta është 1997. Por kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta di, se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhur këta hajdut të paftyrë. Miq, jemi vetëm vend në botë që në një harë kohor 7 vjeçar janë shpenzuar 400 milion euro për djegësin e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Asnjëri prej tyre sot nuk ekziston. I Tiranës nuk ka një tull, sepse parati ka vjedhë Edi Rama me Erjon Velin. Akshi është kopshti i Edi Ramës, kopshti privat i Edi Ramës, në të cilin bashanaku i tij ka fituar me 10 tendra. Çfarë ka ndodhur atij? E keni denoncuar me 10 hera asgjë, përkundazi vazhdon të vjedh taksat tuaja. Unaza e madhe e Tiranës, këto ditë mediat kanë publikuar lotin 4. A e dini ju miq, si loti 4 janë 14 lote me të cilat Belinda Balluk, Lubi Balluku, me Edi Ramën e rritën koston e ndërtimit të Unazës në 450 milion euro. Më falni, Unaza nga tegu tek teknologjiku është ndërtuar para vitit 2013. Cila ka qenë kostoja? Me të gjitha ato vepra arti që ka, shko e shifeni, kostoja ka qenë 3.8 milion euro. 3.8 milion euro. Cila është kostoja kilometrit? Sot, 20-22 milion euro kilometri. Dhe jo vetëm loti 4, çdo lot. A ka njëri në botë që mund të imagjinoj se një qeveri e ndan 13 kilometra rrugë në 14 lote?
thjesht të vjedh më shumë. Sigurisht këto ditë ishin motë të mëdha të pamohueshme. Pa pyesni pak. Pse nuk lëvizën Skarpatat Gjirokastër te Belen? Dhe u them unë ju, në rrafshin gjeologjik, ajo është Skarpata më e shkripshme, më e rrezikshme. Këto ditë pati motë të mëdha. Pse nuk lëvizin Skarpata e rrugës Kombit? E dini vetë se si janë Skarpatat e tij. Pse nuk lëvizin Skarpata e Fratër, e rrugës Fratar me Maliaj? Shko shifni si janë. Kurse rrugë të Lumbiz dhe Trams u shem në njëra mas tjetrës. Po miqtë e mi, se kur ndërtohet rruga, pjesë e madhe e investimit shkon me ngurësimin, me mbrojtjen nga Skarpata. Skarpata është pjesë edhe me rëndësishme se vetë rruga. Urdo çfarë ndodh tani. Urdo çfarë ndodh dhe ndodh pasi kanë 4 fishur çmimet. Të vjen ndonjëherë të duket si një kafe 50 milion shi i tunelit Llogaras. Vjedhje tjera janë vetëm një gjë, për se cilin prej jush, po dhe çdo shqiptar, kudo që është, i kujtoj këtu se në 12 vite Edi Rama me Lulzim Ballukun kanë administruar taksat tuaja. 67 miliard euro. Në 8 vite kemi administruar 28 miliard euro. Sepse ne kishim gjysmën e taksave, besonim dhe besojmë që ne qeveria duhet marrë minimumin nga qytetarët. T'ja u lëra atyre të investojnë, se investojnë më me eficiencë. 67 miliard euro krahasoni me 28 miliard. U dyfishuan rroga e pensione. U ndërtuan rrugë. Të paktën 13 herë më shumë se në 12 vitet tyre. Merrni pak nga Hanihotit në Kakavi, akset dhe çdo drejtim. U ndërtuan 1000 sa shkolla kopshte të tjerë. Një numër i konsiderueshëm spitalesh. Me ato para, po me 67 miliard, çfarë është ndërtuar? Me 67 miliard e ka thënë Banka Botërore, e ka thënë Komisioni i Kontrollit të Shtetit, janë vjedhur të paktën 90% të tyre. Nuk ka popull në botë më të vjedhur se sa ne. Nuk ka popull në botë më të vjedhur. Është kushtrim për çdo shqiptar. A e dini ju ç'ndodh? A e dini ju se këta hajdut dhe janë si që janë, këta gëzohen kur rriten çmimet. Po pse? Sepse vjenin më shumë taksa. Ti vërtet paguën orizin 2 fish, pa të merr taksën 2 fish në orizin që blen, në mishin që blen, në qumshtin që blen. Është koha të ndalim zot vetës. Është koha. Ajo çka arritëm ne kemi arritur, që çdo zë yni të ndëgjohet në botë.
çdo përpjekje jona të mbështetet në botë. Por ne duhet bëjmë punën tonë. Të rinjt folën këtu. Janë shpresë e vetme dhe më e madhe këtij kombi. Duhet të ngrihem të mbështesim. Të ngrihemi së bashku me ta. Askush nuk do le heqë Edi Ramën ne. Dhe Lumi Ballukun. Shikoni miqë, shikoni çfarë morali kanë. Hajduti është qenja më amorale mbi tokë. Ka ndëjtur këtu shtator, të them unë ju. Po fjala e popullit është 100% e vërtetë. Muret kanë vesh. Po, ja u them unë ju, po. Dhe çfarë ndodhi? I tha, i kërkoj t'jap dorëheqjen. Jo, tha, nuk jap dorëheqjen. Prisni. Po ju them të vërtetën ju, siç ka ndodhur. Dhe çdo shqiptar ta di këtë. Jo, nuk jap dorëheqjen. Sepse pastaj do shkoj në burg. Rama i thot po, dhe kjo aludon se nuk po m'del zot. Po ç'tu bëj atyre mesazheve, thot Rama, që ke bërë ti? Mesazhet ja këthën kjo? Çfarë flet ti, tha? Po mesazhet tua ndosi janë shumë më të këqija se të mijat. Absolutisht po. Edha ti, jo mesazhin ke dërguar mua, po mesazhin që i ke dërguar Ervis Berberit. Ke 60 mesazhe të Ervis Berberit në dosje, të cilat tregojnë se ke diktuar çdo gjë. E mbylli, prisni, se është interesant. Gjatë debatit i kërkoj, po ja tha, duhet tani të paktën të shkoj qeveria në gjykatë kushtetuese për mua. Jo, i tha ky. Nuk shkoj do se kjo është, do shkosh vetë. Si përfundim, sot ka dërguar Edi Rama në gjykatë kushtetuese, tani se po flasim këtu. Ai që mendon se Edi Rama e bën për njerëzin ai lubis, ai mendon një bullallek, domethënë am thonë, një gjë pa imagjinueshme. Absolutisht e bën vetëm për veten e tij. Sepse vetë nuk shkonte dot. E them këtu, nuk ka pas kombi njëri i hajdutë më ordinere se Belinda Ballukun. Jo. Po ama, themi të vërtetën, Nan Karajo nuk shkonte dot për tunelin e Llogaras. Mori Rama me vete, se kur nuk shkon kryeministri pas ministrit, shkon ministri aty ku shkon kryeministri. Kështu që Nan Kara dhe pazaret, Nan Kara i bëri Rama. Ajo po, nër pjesë të vete thash, është ajo që është. Por Edi Rama është. Edhe Nan Kara, edhe i Llogaras, është edhe i tunel, edhe i aeroportit të Vlorës, është edhe i djegësve. Harroni ju poezinë e tij. Duke përmbysur praktikën e parë me lëndfille, dhe tani do dalim tek djegët. Ku janë djegësit? Djegësit nuk janë, po 400 milionë euro tuaj janë vjedhur ama, janë vjedhur. Miq, mund të rrim gjë shumë në listë e tyre s'ka fund. Po morali i tyre është i moral i shplar. Imagjinoni çfarë bëjnë. Kanë vjedhur, janë kapur, duke vjedhur dhe prap nuk largohen. Jo, thot. Do i largoj. Dhe ta dinë. Të vend këtu nuk e kemi zgjedh kot. Jo. Ta dini secili për jush. Kërkohet sakrifica. Ne do mlidhemi këtu. Ky është sheshi ynë. Ky është sheshi i lirisë. Do çirojmë dha përtes. Erdhëm këtu për t'i qëndruar armikut përballë.
Erdhëm këtu për t'i futur të merin Hajdutit. Erdhëm këtu për t'i thënë Hajdutit qërou. Erdhëm këtu për të mos ikë kur nga ky shesh pa fitoren. Çdo shqiptar duhet ta di këtu.